Sot dua të bëj një pyetje, ty grua, ti që ke sakrifikuar dhe ke dhënë shumë pa kufi. A je në gjendje, a je gati që të ndalosh dhenjen pa kufi dhe gjithçka, dashuri, mirësi, butësi, akoma dhe ndihmë, para, çfarëdo që ke dhënë, përpjekje, t'ja kushtosh vetes tënde. Që sot të fillosh të bësh diçka ndryshe nga ato që ke bërë. Dhe këtu dua të them dhe të ndaj përvojën time me ju, të gjithë që më dëgjoni dhe më kuptoni, se jo të gjithë mund të bashkoheni me këtë energjinë time, të më kuptoni, dhe nuk pres të kuptohem nga të gjithë. Sot them me gjithë shpirt që nuk pres të më vlerësoj dikush që nuk ka vlerësuar dhe nuk vlerëson veten. Nuk pres të më vlerësojnë ata persona të gjithë që presin të bëjmë vetëm terapi falas dhe janë mësuar vetëm të marrin. Dhe unë sot dua të tregoj zemrën e hapur mbas kthimit nga Shqipëria dhe një punë të mrekullueshme që u bë me disa persona, se jo të gjithë janë gati. Dua të flas tek ju me dashëmërsi, jo me keqardhje, jo me ankesë. Por dua të them që në qoftë se ti di të vlerësosh veten, mund të më vlerësosh dhe mua që bëj gjithë të rrugë që vi aty. Që bëj gjithë të gjëra falas dhe shumë herë kam qenë në disbalancë. Po dua të them dhe të ndaj përvojën time dhe të këtyre ditëve të kthimit këtu në Greqi, dhe siç e shikoni, jam në natyrë për të shkarkuar të gjitha ato dhimbjet, ato plagët që mora, dëgjova nga të gjithë njerëzit dhe punën që bëra. Dhe kam thënë dhe gjithmonë, unë dhe kur vi me ndërgjegje të plot, sikur dhe një shpirt të arrijë të bëj diçka ndryshe, është okay për mua. Sepse puna që bëj është një mision i madh. Por unë jam dhe njeri dhe duhet dhe të jetoj. Dhe këtë duhet të jap këtë përgjigje të gjitha ata persona që nuk hyn fare dhe nuk më njohin fare, të shikojnë që shkruajnë e kam biznes. Për në jetën tokësore duhet dhe të kem dhe shkëmbim energjie. Sepse ashtu si edhe ti që më dëgjon, ke një shtëpi, ke drita, ke ujë, ke qira për të paguar, kam dhe unë detyrimet e mia dhe ndaj fëmijëve të mi dhe ndaj shtetit që jam me licencë. Por dua të ndaj dhe gjithçka tjetër, sepse ashtu si edhe ti, edhe unë deri tani nuk e kisha vlerësuar veten si duhet. Dhash pa mas, që nga prindrit e mi, bashkëshorti, te njerëz të tjerë, akoma dhe në shumë persona që u mësuan të jenë vetëm në terapi të falas. Dhe disa persona mund të shikosh është okay që të blejmë dhe të shikojmë gjëra të mëdha dhe të bëjmë jetë të madhe, po ndryshe është për të dukur dhe ndryshe është për të transformuar, për të rilindur. Dhe dua të bësh një pyetje vetes, ti që më dëgjon në këto momente, sa do ta vlerësonje veten tënde dhe transformimi, rilindjen tënde? Sepse unë nuk jam terapiste e suksesshme, por jam terapiste që punojnë në thellësi. Dhe nuk punoj dhe nuk jam një terapiste që kam vetëm diploma që të dukem dhe nuk kam nevojë të dukem. Por jam një terapiste që punoj në thellësi
dhe të ndihmoj të shikosh plagët, tramat tënde, të punosh me 14 breza nga mbrapa që i ke në qelizën tënde, të punoj me përkushtimin tënd, me hierarkinë, me vlerësimin tënd, dhe mbi të gjitha, dhe për mua nuk ka asnjë vlerë ato diploma që kam, dhe kam shumë, mbi 20, që kam bërë trajnime të ndryshme, por për mua nuk kanë asnjë vlerë. Vlera më e madhe o njerëz jemi ne, kur ne vlerësojmë veten, dhe unë jam e vlerësuar nga Zoti, nga universi, që jam, sepse shpirti im, drita ime, kudo që ka shkuar, ka parë ndryshime. Dhe ndryshimet nuk vinë tek ata që nuk janë gati, por në ata që janë gati. Dhe për të gjitha, unë nuk flas nga diplomat, po flas nga përvoja ime. Dhe në qoftë se doni të dini historinë time, mund të jetë shumë e dhimbshme, më e dhimbshme se ajo që ti kujton se e ke tende. Por jam këtu para jush, akoma dhe dita e sotme, kam 3 orë këtu që të po qëndroj këtu në tokë, të liroj gjithë dhimbjet, gjithë plagët, gjithë peshën që mora nga Shqipëria. Nuk është fare e lehtë të punosh me njerëzit me plagët të shumta. Nuk është fare e lehtë, por e kam marrë përsipër sepse shpirti im e di pse erdhi. Edhe unë ashtu si ti, u rrita në një familje që u linda dhe nuk kërkoj diçka më tepër. I falenderoj prindërit e mi për jetën që më dhanë. Por duke u rritur me prindër dhe pa prindër. U rrita duke ju shërbyer prindërve, duke marrë plagët e idhërimin e tyre. Njëri luftonte, nëna ime luftonte që të dukeshe dhe ishte pa dukshme, të tregonte sa e fuqishme ishte, sa shumë të jepte dhe nuk shikoheshe nga sytë e burrit. Por ajo nuk ishte para nga sytë e babait të saj, pavarësisht se e donte shumë. Sepse, e kam thënë dhe në video të tjera, femra është dere botës, nuk i japin në rëndësi. Dhe kjo energji ka ardhur të paktën nga 14 breza nga mbrapa tek femrat. Dhe kur ti rritesh je femër dhe rritesh nga një nene që nuk të mëson të lirosh gjinin femrore, ti jesh femër, ti jesh e bukur, ti jesh e mjaftueshme, ti jesh e meritueshme, të meriton gjithçka, dashuri, kujdes. Vetëm që je, por të kanë thënë që ti duhet të shërbesh, ti duhet të japësh pa kufi, të sakrifikosh që të jesh, akoma dhe për prindrit tanë. Ne na mësuan që kemi detyrime ka shi prindërve, dhe ju drejtojmë të gjithë juve që jeni femra dhe meshkull, por më tepër tek femrat. Sa shumë ke vend tek prindrit, a je bërë dhe ti prind i prindërve të tu, akoma ke detyrime. Sa shumë ke dhënë tek bashkëshortit, te partnerit, te fëmijët, dhe ndjesh e lodhur. Unë mund të them po, arrim ndjehemi dhe të lodhura. Dhe atë lodhjen, dhe atë dhimbjen, atë plagët, nuk e ndjej vetëm time, por e ndjej të nënës time, të gjyshës, tërgjyshës, nga mbrapa dhe tërë femrave shqiptare. Por sot dua të them mjaft deri këtu. Dhe do jeme mjaftueshme dhe jam e mjaftueshme, e vleshme, vetëm për ata që vërtet do vlerësojnë veten dhe do më vlerësojnë dhe mua. Sepse kam vendosur të jem në balans, jo në disbalans, jo vetëm të jap, por dhe të marr. Nuk kam nevojë të dukem, se jam e dukshme në sytë e dritës, në sytë e Zotit dhe të universit. Ai më njeh. Njo unë veten time kush jam dhe shpirtin tim. Nuk është nevoja të vuaj dhe të hesh, të mbyll gojën, që të pëlqehem tek ty, që do vetëm të marrësh dhe jo të japësh. Prandaj, së shpejti do organizoj një trajnim shumë të fuqishëm për të gjithë ju, të ndajmë përvojat tona, që do të bësh diçka ndryshe për jetën tënde. Unë mund të t'jap dorën. Bashkëpunimi me ty është i vlefshëm. Për të gjitha më shkruani në WhatsApp ose në Viber, telefonin do ta gjeni dhe këtu. Ju falenderoj, qofshi mirë,
dhe duani veten tuaj, se vetëm ajo na ka ngelur. Kur nuk duam veten nuk mund të